vite më pas, një mbrëmje të pashme njeriun e jetës për krahun. Mbrëmja poetike një gotë përdorin një aktivitet e organizuar nga trupa e teatrit Aleksandër Mojsiu, ju kushtua poetit, shkrimtarit dhe publicistit të njohur Teodor Keko, të ndar nga jeta 24 vite më parë. Mbrëmja solli në vëmendje krijimtarinë e një prej zërave më të veçantë të letërsisë shqipe, përmes interpretimit skenik të poezive nga aktorët e trupës së Durrësit, ndërkohë në sfond dëgjoheshin këngët e njohura të interpretuara nga Piro Çako e Ardit Xhebrea, ndërsa teksti është i Dorit të vogël, ashtu siç e njihnin miq dhe kolegët Teodor Keko. Ditët e gjata në buk i ktheva. Aktori Romir Zalla u shpreh se rikthimi tek poezia Teodor Kekos mbetet gjithmonë një përjetim i veçantë, sidomos për poezitë kushtuar bashkëshortes së autorit, të cilat sipas tij mbartin një ndjeshmëri të rrallë. Jam shumë i kënaqur që jam pjesë e këtij aktiviteti dhe do doja që të tilla mbrëmje të kushtohen edhe personaliteteve të tjera, jo vetëm ata që nuk i kemi mes nesh, por edhe ata që kemi fatin të kemi mes nesh. Por sidomos në këtë rast për zotin Teodor Keko është pa diskutim një aktivitet të cilin figura e tij e meriton, sepse ka qenë vërtet një figurë e cila ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme deri dhe në rrafshin politik. Mes emocioneve, bashkëshortja e poetit Xhuli Keko e cilësoi këtë aktivitet si mënyrën më të bukur për të përkujtuar Dorin në prag të 24 vjetorit të ndarjes së tij nga jeta dhe ditëlindjes së tij më 2 shtator. Jam shumë emocionuar, është përkujtimi më i bukur që mund t'i bëhet Dorit në këtë 24 vjetor të ikjes, sepse këtë muaj është muaji i Dorit dhe në 2 shtator ka ditëlindjen, është edhe dhurata më e bukur që mund t'i bëhet Dorit. Tashmë jam mësuar me humbjen, sidomos pas kthimit nga Hollanda, sepse tani e ndjej më shumë, më ndjej më afër që më mungon, sepse atje ishin fëmijët, më dukej sikur Dori ishte këtu, po tani që jam këtu e ndjej shumë. Po punoj për botimin e veprës së sjellur. Mendoj që është momenti i dur. Teodor Keko ishte një nga figurat më të spikatura të letërsisë shqipe të viteve 80-90, i njohur për stilin e tij të drejtë për drejtë, ironinë e hollë dhe ndjeshmërinë njerëzore. Ai la një gjurmë të rëndësishme si poet, prozator, publicist dhe politikan. Përgjatë viteve të demokracisë, ai u angazhua dhe në jetën politike shqiptare si deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Në Selanikë refugjatët, në rrugë u ktheva në policë. Pash mira njerëz, miliona ndoshta. Veç dy, s'të hasën në rrugët pis.